I ftuari I radhës. Për mua, ai është një kameleon në skenë. Pse? Nuk di, në ka një personazh që mund t'i jepet dhe nuk e bën, ose më saktë nuk e di sa qindra role ka luajtur. Unë e di që në momentin kur qenë portretin e tij do t'ju vinë në mendje disa role. Për mua e spikatura është Xhaxhi Paçim. Unë nuk e them dot aq bukur, por mendoj që Egi do na e thot më bukur. Egi, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën, në kënaqësi e veçantë. E para dhe dyta ke shumë të falë nga ishtra njeriut Mario Cani. Ma la shumë porotësi, më tha kur shkosh ka nisa, të lutem ta se kemi pas një marrëdhënie shumë të konsoliduar dhe Mario ka kontribuar shumë në format e mia fizike dhe falenderoj shumë për atë inkurajimin që më ka dhënë që unë të humbas shumë kile, kështu që Mario përshëndetje. ja, edhe me mua merret Mario, kështu që se kam trajnerin tim. Kështu që miq jam në Elbasan e fillova me dy personazhet e Elbasanit. Ti jam bërë dhëmbët me kështu të kuqe, bëj pak kështu. Bëj pak, ja, prandaj është I bukur podcasti. Iku, a? Absolutisht që po. Po ikën e vjen. Ikën e vjen. Pi pak ujë? Okej. Mund të vazhdosh. Çaj, po këtu çka? E kam lënë të thahet pak se ishte shumë I lagësht. Me boronicë, besoj. Po vetëm boronicë nuk kishte. Nuk ka problem. Elbasani nuk bën boronica, kështu që duhet ta mirë kuptojmë. Ne duhet të ishim nëse do ishim në Thet për shembull, aty për shembull mund ta habitesh edhe të ore pse s'ka boronica se këtu është vendi, po Edhe në Theth nuk ka boronica. Përgjithsisht boronica rritet në zonën e Kuksit, që janë edhe bjeshk, por nuk janë kështu të thepisura, janë po themi me një crescendo. I di mirë to, prandaj po them, ka edhe shumë në zonën e Qeremit, Markovcë, Trakuzit, janë në Dragobi lart. që I gjem bio. Aty ku janë tamam boronica që themin e boronica, jo borocicat. Ne me këto që na gjenden. S'ka problem fare, është I mirë për të larëzorët ai uji. Dhe po thoj? Egi, mirë se erdhe, është shumë kënaqësi vërtet, edhe jam shumë e lumtur që të kam në puntatën e 6 të Bajiti podcast. Është kënaqësi. Në shumë intervista që ke bërë, se nuk dua të jemi të përsëritur këtu, njerëzit nuk e di që ti profesionin tënd të parë nuk e ke aktore. Po, edhe në fakt Kush është instrumenti I parë që ti I ke rënë edhe për çfarë ti ke studiuar? atëherë, nëse do t'i referohemi I pari fare, Pari fare. është në klasë 5 kam studiuar për vizharmonik, që domethënë kam filluar ato hapat e para të muzikës si instrument. Kurse instrumenti I dytë për cilin kam mbaruar dhe liceun artistik dhe akademinë e art të larteve është trompa. Kurse instrumenti aktual që e ushtroj, domethënë e luaj dhe në band është bateria. Po, kam një pasion shumë të çmendur edhe shumë interesant për muzikën. Të pëlqen muzika? Çfarë muzikë dëgjon ti? Unë përgjithsisht më pëlqen muzika rock, më pëlqen muzika hard rock, më pëlqen blues, country, më pëlqen muzika klasike, domethënë janë dashuritë mia, përgjithsisht muzika që janë të shkruara. Si ja bën me këto muzikat e këtyre kohëve moderne, me këto muzikat që ndoshta edhe ata që veti bëjnë nuk I dëgjojnë fare. Po, është e vërtetë kjo që sapo the, për shkak të punës që kam ose për shkak të emisioneve që kam në radio, jam I detyruar të dëgjoj sepse është një muzikë që të gjithë njerëzit sot e përqasin në një farë mënyrë. Në shihet e mia, do doja t'i bëja skip në kuptimin e mirë të fjalës, në kuptimin e keq, po s'kam ç'a bëj. Kush është një këngë që ti bën peshët gjak fare, nuk e duron dot fare. S'është se kam në një kështu, po ka shumë, që domethënë nuk më pëlqen sinqert. Besoj këto këto këngët të rap hip hop kështu nuk e marr vesh as tekstin, ëh? Por deri në klasë 8 e kam dëgjuar muzikën hip hop, po themi, për kohën që kemi qenë, domethënë, pastaj nuk u bëra më kurioz, domethënë u spostova ke muzika, ka që mbarova edhe shkollën, edhe në një farë mënyrë u profilizova te këto muzika që janë të shkruara ose po themi këto muzika të serioze. Kush ka qenë personi që ka evidentuar Egin si aktor? Domethënë, okay, ne themi që ti ke studiuar jo në fushën e Mendova se vite herë. Më fal, sa shumë. Jo, vjeç mirë pak. Nuk e ndre. Kush ka qenë personi që të ka evidentuar dhe ka thënë, "O Egi, ti bën për aktor. Shikot që ke studiuar këto vëlla, ose kot që I bie instrumentave të ndryshëm. Ti bën për aktor." Ai që të vlerëson për aktor nuk do thotë që ti s'bën për instrumenta. Po, e kam fjalën që je domethënë e ke atë grindin, e ke atë talentin që jo çdo kush mund ta shohë. Është një person. Ai që më ka futur me botën e televizionit, që më ka prezantuar me botën e spektaklit të humorit në televizion, ka është Gent Bacon. Unë kam thënë në intervista tjera, edhe podcaste mos gaboj, është një nga miqtë mi më të mirë, është aktor regjisor, jeton në Kanada. Është bashorti Joy Plaj, që është këngëtare. Janë familje artistësh, edhe gjithmonë sa herë më duhet flas për Gentin, duhet ta falenderoj dhe jam
gjithmonë mirënjohës. Kurse po themi për këtë spikatjen në teatr, kur kam qenë në shkollën Akademi të Arteve, kur studioja për muzikë, ka qenë kursi i vitit të tretë, unë kam qenë vit dytë. Atëherë që kishin qef tipin tim, domethënë televizor, po themi ose këto. Kështu interesant edhe në shkollë ka qenë Tani me Anën, ka qenë një, po themi, çift shokësh, jo çift të lidhur, që doni të luajnë në një vepër teatri për ta. Edhe kanë qenë, domethënë, këto kanë qenë kjo pjesa, po themi kohën e shkollës, kurse për botën televizive Gent Bego. Ku e gjen ti vetëm më shumë? Domethënë ti lua në teatr, ke luajtur në skena shumë të rëndësishme humori, si është Kalifornia, Portokallia, ka qenë në fillim. Po, në fillim po, Portokallia. Dhe më pas edhe këto improvizimet e tjera apo rolet e tjera që ti ke të pafundme dhe i bën, ose në këto filmat me metrazh shkurtër, si quhet, se ndoshta unë s'u di shumë mirë. Jo, kam qenë në filma dhe me metrazh të gjatë, por për sa i përket televizionit, më pëlqen shumë impakti që ka tek njerëzit, se duhet të dalë te pyetja. Dhe normalisht lush në televizion është gjë shumë e bukur, sepse ti ke një audiencë shumë të gjerë. Tani që jam fut botës së teatrit, me që jemi edhe në Elbasan, sot kemi shfaqjen në radhës të komedisë Gruaja e burrit tim, me regji të Kiçe Londos, të shkruar nga Rein Kuney. Tani jam spostuar, po luj, po merrem me teatr. Patjetër që është një eksperiencë komplet ndryshe, sepse ty të duhet të jesh i përqendruar në tekst, të mbash karakterin nga fillimi deri në fund, do të lush ato rrethanat, marrëdhëniet me kolegët. Domethënë ka një komportim më ndryshe se sa televizioni. Misioni i artistit është për të emocionuar. Se njerëzit që vinë televizion shkojnë në teatr, janë po të njëjtët njerëz, nuk është se klientela ose spektatori i televizionit ka një kështu, ato janë të teatrit, nuk afrohemi, do të ketone. Më kupton? Misioni i aktorit është ti emocionoj. Këtë rast i komedianit ti bëj me qesh dhe patjetër që të ndihet edhe i pranuar. Unë besoj që me publikun e kam raportin shumë të mirë. Unë i du shumë, më duan shumë, i kam shumë xhan, dhe gjithmonë sa herë më duhet kur kanë qef me net me mu, me dal foto me mu, këto me autografe, këto klasike, këto, unë gjithmonë s'kam qenë asnjëherë krenar. Gjithmonë kam qenë për ulur dhe besoj që kjo është një gjë shumë e mirë dhe jam gjithmonë falenderus. Dhe kjo është gjë shumë e mirë, se unë mendoj që njerëzit të cilët e kanë suksesin me vete, e kanë kur janë mirënjohës, kur janë të përulur edhe kur... Prisë ke një qime afro. Nga ato këçuri. Nëse Iku? Dhe po thoya? Dhe mendoj që janë njerëzit ata të cilët në fund të ditës ta japin ty suksesin, por duke të patur edhe pak pranë, se ne kemi shumë personazhe publik që janë shumë të paprekshëm për njerëzit, Kam përshtypjen se ato janë personazhe publik. Se ti je publik, duhet të jesh, kur thu publik, je afër publikut, o s'di çfarë të them. Merri pyeti të gjithë. Personazhet kështu. Merri pyeti. Kjo mania për të dukur të paprekshëm, të pakapshëm. S'ta them dot. Nuk ta them dot të pjesën, jam komplet ndryshe. Ja, një gjë që mua më pëlqeu shumë, le ta theksojmë që ti je një ndër aktorët e mi të preferuar. Me humorin që bën, të kam prekur edhe në Covidi me ato skenat me ato skenat të bukura që ti ke realizuar në shtëpi, Po, në shtëpi, po. Dhe ajo që ti përcjell edhe për njerëzit që takojnë për herë të parë është origjinaliteti që ty të karakterizon, po dhe ajo tjesia edhe mirësia që ti mban ndër vete. Dhe kjo është një gjë që unë ndesh rrallë, e flas sepse kam fatin e mirë ndoshta të kem rreth vetes gjatë gjithë punëve të mia njerëz me të cilët edhe mund të kem mundësi t'i analizoj pak, por që kjo ndodh rrallë, nuk është se i kemi të shpeshta njerëzit kështu kaq origjinal. Pipak. S'kan ngel ky buskuqi këto. Po e pi aty ku e pi veti. Edhe po thoya? Po, shumë mirë tani, është tutto a posto. Paska edhe kështu allçi. Një cikël, pse çfarë është kjo femër? Si thuhet, cikël? Cikël është një çikë. Jo, si thot, e vërtet kur vjen një gjë. Mund të jetë shumë në cifël, ku dëgjon? Cifël, bravo. Në greqisht është postolenes të Albanika. I kam bërë videot, i kam qenë domethënë, unë përgjithsisht videot i bëj me inspirim. Edhe i bëj natyrshëm, nuk përpiqem.
që ti vë për shembull një qëllim vetë ose që ti vë një gol vetë, si duhet bëj patjetër një video, 2 apo 3. Edhe koha pandemisë në shtëpi, domethënë me familjen time, ishte kështu, bëjmë ne gjë, shpikim ne gjë, pa. Edhe dokumentoj edhe i nxirja për transmetim. Ka qenë shumë virale dhe shumë të ndjekura. Egi, dua të më tregosh pak, ti ke një lidhje shumë të veçantë me Kishën. Po. Unë mendoj që një nga lidhjet më të veçanta që njerëzit duhet të kenë është lidhja e tyre me Zotin. Ti praktikisht jeton me Kishën në një farë forme. Sa vite ke? Mbi 35 vite? Unë kam 33 për 34 vite në besim. Unë jam i krishter dhe normalisht kur ti i adaptohesh në i besim, duhet shkosh në familjen e besimi. Domethënë kur je i krishter, do shkosh në kishë. Apo jo. Ashtu tek, kështu që kjo është ajo, domethënë ose më saktë, kjo është e gjithë jeta ime. Unë kam shkuar 10 vjeç në kishë, edhe sot jam 43 vjeç. Është familja ime. Ti kontribon. Lym bateri po. Lym bateri. Ke një orë dashuri në jetës tënde. Po, ma Ana po jemi një bashkë. Ana këndon, unë lym bateri. Ne jemi bashkë, po themi kështu, muzikant kjo pjesa. Sa vite keni bashkë? Ma Ana 9, bëj këtë vit. 9 vite. Po. Ana të filmon ato momentet e tua. Të gjitha. Të gjitha. Domethënë çaja në terren ose në shtëpi bën Ana, çaja është pastaj nëpër televizione, apo këtu janë njerëzit që merren me këtë punë. Sa shumë kanë ndihmuar marrëdhënia me Anën për të bërë rolet e grave që ti bën. Domethënë flas në aspektin që të njohësh më shumë botën femërore ose këto gjërat e ne vajzat. Ai është misioni im si aktor ti bëj, ti studioj dhe ti bëj domethënë. Kurse Ana ka qenë gjithmonë pro dhe më thotë bëj dhe gjithmonë me tek dubël. Është një klasike që unë nuk e heq dot nga jeta ime. Unë s'di ta bëj dyer dhe nuk dua ta bëj dyer. Domethënë e bëj thjesht me tek dubël. Ai ka qenë ose më saktë është aty. Frymëzimi them ndizë zemra, e ndeza, e bëm pap. Ai është. Kur janë kështu gjëra teknike që duhet krahasis në gjë këto mi bën Ana, se i përdor këto, unë me çik bylmes te kjo pjesa, po nesër. Nuk vësh më vren nga teknologjia. Jo shumë. Jam i çik old school kjo pjesa, jo se nuk s'marr vesh fare, po kur janë kështu gjëra detaje këto mi bën Ana dhe direkt për transmetim. Ban mund sa role ke luajtur deri më tani, domethënë sa personazhe ke sjell ti deri më tani në gjatë karrierës tënde. E ke? Ja një sekond. Po ti ja. Si ishte? Jo më jo të djeg, të bona qull ndjers. Se janë nuk i numëroj dot. Se si do t'i numërosh? Domethënë mund të jenë e ke veçantë shumë. Shiko, zakonisht jo aktorët ose artistët përgjithësi thonë që unë këngët që bëj në ato kantautorët nuk i ndaj dot se i kam si familje. Edhe unë më thon drejtën, hyj ke kjo trajektore, hyj ke kjo klasike. Ne kemi si fëmijët tonë, domethënë me ato kënaqemi me ato i rrisim, se për shembull ka personazhe që unë i kam bërë në skenë, që kanë ngel aty, ka personazhe që janë po të njëjtët që më i zhvilloj prapë në jetën time të përditshme, ose kur të marrin për shembull kompani që thotë, dua një reklam për këtë biznes, se dua me këtë personazh. Më kupton ti e çon në një rrethant tjetër, në një dimension tjetër. Kështu që këto janë fëmijët tanë që ne i rrisim edhe u isim përditshëm. Kush është personazhi që të kalodhe më shumë për ta bërë, domethënë më i vështirë kur ti ke hyrë në rol për ta? Nuk kam ne kështu që të. Personazhet më të njohura te publiku të tuat, përveç Xhaxhi Paçim, që është fenomenali. Po ka, shiko, ato leitmotivet është një gjë. Personazhet është tjetër gjë. Për shembull, leitmotivi i Xhaxhi Iseos është Xhaxhi Paçim. Ka qenë hipopisti, që edhe ka qenë hit tam për kohën e vet. Çfarë të them unë tjera? Di çfarë të them. Do të na bëj shumë, për shumë personazhet e femrave, Sami Truela, Valenka. Duhet edhe me i ul, me i pa që të... Tash jam shumë kurioze të di, kur bëm këto personazhet e femrave, kuptohet, në aktrim besoj ka gjithmonë një sens egzagjerimi më të madh. Unë besoj që po, sidomos në komedi. Unë besoj që hiperbola duhet të jetë shumë e madhe. Pra, se ideja është ndoshta ti i referosh një personazh që mund ta kesh parë në jetë përditshme te laça apo diun çfarë, domethënë se nuk e di dhe si të vjen frymësimi apo domethënë si shef këto gra që i ke bë, ke pa gra që i ke ndesh ku diun urban, te laça. Për shembull, po të marr ty. Nëse ti ke flokët deri këtu, unë do t'i bëj deri këtu. Më kupton? Nëse ti je me këtë Leila, unë do bëj edhe syt Leila. Më kupton? Pink çashkë, që son spara jam kështu. Roz. Më kupton, do bëj edhe një gjë roz këtu, më kupton, do lidhë syt roz këtu. Domethënë do ta egzagjeroj që sa ta shohin njerëzit ton, aha. Pas ka ik për leshkë.
Domethënë, unë kështu du ta egzagjeroj. Se ngaherë ka njerëz për shembull që e kanë pikë të fortë fjalën. Po. Edhe domethënë, po s'patën tekstin e mirë nuk din me bomor. Unë hyj ke njerëzit që 50% punës e bëjmë figurën time, e bëjmë plastikën time, e bëjmë mikat e mia. Sigurisht fjala shumë e rëndësishme se jo ta heqin fjalën poshtë ose ta hedhin poshtë. Po që impakti i parë, unë thash po flas për komedinë, nuk kam lyp ndonjëherë kështu vepra të tjera që kemi një lloj eksperiencë që më duhet të flas për sensin e masës. Kurse kjo besoj që e hap sa duan. Edhe s'm ka mengu njëri deri më sot. Pjesën e plastikës fytyrës se ke të jashtëzakonshme, domethënë arrit të bësh mimika si quhen në gjuhën e Mimika, plastik, domethënë sa po ta thash, kësaj dy referova. Domethënë e ke të jashtëzakonshme këtë pjesën, arrin për shembull që ku di unë, ndoshta edhe pa nxjerr në fjalë tënde, në fjali tënde, i bën njerëzit që të qeshin, që të ndjehen mirë. Po ti ke vënë rrëfeprice këtë? Tash rrëfeprice. Kjo është një piercing. Ah, okay. Piercing, drejtor. Më e prapsha. Bravo. Ja, hoqe. Edhe pak. Do dhe pak punë. Megjithëse kjo kur i lam dhëmbët ikën, se e kam pasur një herë pa ajo stomatologe ime tha bërë se kështu në për podcast të dukesh bukur. Po të ngeli buzëkuqi, këtë klasike e femrave kjo. E hoqe tani. Po pra. E hoqe. So li vëdhe çik më shumë tani për podcast është ndo presi. Duke shumë bukur. Duke shumë bukur. Ja ti pak. Do kamera këtu 2-3 detaje se. Patjetër. Skena, kamera, drita, kështu. Gjitha pjesa përbërëse e medis. Me që jemi në Elbasan, dhe ti ke shfaqen, dhe ti japim pak hapësirë, edhe ta ndaj me publikun që na dëgjon shfaqen që vjet në skenë nga Kiçolodo. Po, regjizori. Do na flasësh pak? Vepra shumë interesante, është komedi angleze, është shkruar në mos gaboj në vitet 89, për të qenë sinqert, Bilës Kiço e ka taku vetë autorin, flet për jetën e një personazhi, që është John Smith, që ka 2 gra. Po, okay, ti mund të kesh 2 gra. Po problemi është në momentin kur duhet ballafaqohen që pas ka 2 gra. Aty fillon gjithë ato zhvillimi dhe gjithë ato gjërat e bukura të asaj vepre, si të futen 2 polica pasaj që do ta hetojnë këtë, kurse unë jam një homoseksual që jam komshiun ka 2. Që gjithmonë bubri ose mirë thash bubri. Bubroj për një gjë. Bubrojnë këto më, ja si kjo. Që bëjnë kështu gjërash. Edhe unë jam ai homoseksuali klasik, që unë prapë edhe atë e çoj në ekstrem, se egzagjeroj shumë si figurë. E kanë ndjekur publiku Elbasanas veprën që vënë në skenë, ka patur interes? Shfaqja e parë nuk ishte as edhe një bilet pashitur. Edhe shfaqja e dytë dhe janë shit që ditën e parë. Ky është një lajm shumë i mirë. Më gëzon ky fakt sepse në Elbasan jeta kulturore është aktive. Është e mirë, po. Është e mirë, edhe është për të vlerësuar kjo gjë, edhe puna e mirë që bëhet në teatr, edhe më vjen mirë që qytetarët e Elbasanas gjithmonë në momentin që shfaqet një banderol për një shfaqje të caktuar, komedi, çfarë do qoftë ajo, ata janë gati për të shkuar edhe për ta parë. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Sinqerisht, domethënë me që mu dha rasti këtu, realisht duhet ju falenderoj, domethënë edhe shumë mirë njohje dhe faleminderit shumë për duratëkitet. Janë ca borxhe që ne s'ja u kthejmë dot. E vërtetë është publiku. S'ja u kthejmë dot, kështu që mikpritja ka qenë fantastike. Dhe këtu jam shumë serioz. Nga qëndrimi që more, nga shikimi që le, kështu që e kuptova, këtë pjesë e kuptova. Shfaqja është vepra është lëvizëse, do të thotë lëvizën nga një teatër në një teatër tjetër. Po, ne i shërbejmë komunitetit shqiptar kudo. Ne kemi shfaqjen në Tiranë, në Gjirokastër, në Roskovec, në Patos, në Elbasan, në Vlorë. Në Vlorë kemi shkuar 2 herë nga 2 ditë. Në Durrës kemi shkuar 2 herë nga 2 ditë. Në Tiranë do jemi javës si vjen, domethënë datë si i bie. Teinte premte shtunë diel, që i bie 13, 14, 15, 16 në teatrin eksperimental. Do jemi prap turi i po themi Juglindjes, do jetë Librazhdi, Pogradeci, Korça. Do jetë pastaj Veriu, po për gjatë periudhës së dimrit nuk vajtëm sepse kishte edhe bora këto dhe njerëzit normalisht edhe është ftohtë. Me që jemi këtu do më thuash pak çfarë impakti ka, sidomos tek qytetet e vogla, sepse Tirana dihet, ose ndoshta qytet pak më të mëdha, Durrësi, Flora, Elbasani, për mos përmendur qytete më të vogla, çfarë impakti ka tek publiku kur vjen të tilla shfaqje, domethënë, a e shihni ju interesin e lartë njerëzve që duan vinë të shohin teatr,
Se gjithmonë është krijuar kjo ide që amon njerëzve jepi të dëgjojnë muzikë tallava, jepi të në një humor koti ta dëgjojnë edhe kaq duan domethënë. Do të ta përmbledh kështu këtë që sapo the. Kjo mund të jetë pyetje, mund të jetë retorikë çansika. Vajtëm në Imar. Ka qenë data 24 dhjetor, një ditë para Krishtlindjes. Vajtëm me komedin, Gryeburit tim. Shfaqja e fundit që ishte vënë në Imar ishte në vitin 1990. Absolutisht po. Ne vajtëm e 90, 34 vjet përpara. Je në rregull. Edhe kur vajtëm aty, ato kishin bërë një sallë shumë të mirë, kuptohet, jo në teatr klasik si për shembull siç është Skampa. Një sallë shumë e mirë, moderne, me gjithë kushtet që i duhen me bëj një vepër të mirë, më kupton? Jo vetëm shfaqje teatrore, po mund të jetë edhe kështu për fëmijët apo në nuk ka rëndësi. Ashtu dhe. Edhe aty ishin diku ke 70 veta, 80 veta, salla ishte diku ke 100-120 veta, dhe kur mbaruam shfaqjen na kanë pritë gjithë aty, na kanë dhënë dorën dhe na thanë, juve na keni sjell buzëqeshje në qytet, se ne nuk e dinim çfarë ishte. Kaq ta përmblodha. Në 90-ën. Po. Është, nuk e di, nuk e ti e tregon dhe realisht më duket e ka besuar. Ta them pasha dhe realisht Kiço ka bëj punë mirë me teatrin Shëtitës, sepse kur ti çon trupa, po marr trupin nga Tirana tani, pavarësisht aktorët janë nga shumë rrethet e Shqipërisë. Po themi trup që niset nga Tirana dhe i shërben gjithë shqiptarëve ose më saktë qyteteve ku do janë. Kjo është një gjë fantastike. Aq më tepër që është komedi dhe aq më tepër që është një komedi realisht e bukur. Njerëzit duan më shumë komedin apo duan më shumë të luhet në teatr një kulion? Unë besoj që po. Komedia mendoj që është shumë po. Një sidomos njerëzit kanë nevojë me qesh. Atë do të ka nevojë shqiptarët qeshin? Humori është pjesa më e rëndësishme e seriozitetit. Po. Se po ti bëjmë rene kur bëhet fjalë për futboll, kur bëhet fjalë për spektakull humori. Po gjëra argëtuese më? Domethënë kur bëhet fjalë për gjëra argëtuese, njerëzit janë të predispozuar të lëshohen, domethënë të shkojnë sa më shumë të jetë mundur. Duket sikur kur shkojnë atje harrojnë ato hallet e beta, ato gjëra. Ty për shembull çfarë pëlqen? Mua më pëlqen shumë natyra në fakt, unë eci shumë në natyrë. E teatrin e ndjek shumë dhe madje kur folëm bashkë thash do vi ta shikoj, por nëse nuk do kem kohë fizike, unë do vi të ta shikoj në Tiranë, kështu që kam fatin e mirë që teatri është lëvizës. Më pëlqen edhe pjesa operas shumë. Domethënë nganjëherë këtë në fakt dua edhe ndoshta të ma shpjegosh ti si artisti ose si njohës më mirë. Edhe kur shkoj për shumë të shoh opera, edhe kur shkoj të shikoj komedi, prap e marr të njëjtën kënaqësi të dyja. Nuk është se për shembull po të shoh komedi kënaqem më shumë apo po të shoh opera kënaqem më pak. Do të them pse ndodh kjo gjëja. Misioni i artistëve, qoftë muzikantët, qoftë aktorët, qoftë shkrimtarët, qoftë skenaristët, qoftë ku dëgjon çfarë them, është për ta shprehur veten e tyre, për ta piktorët, për ta shprehur veten e tyre dhe për të emocionuar njerëzit. Domethënë, misioni është për të emocionuar njerëzit. Natyra me muzikën për shembull ka një lidhje të jashtëzakonshme, se po të shohë gjithë veprat, sidomos klasike, që janë vepra stinët e Vivaldit apo shumë të tjera, janë të inspiruara nga natyra, sepse ai ose në këtë rast kompozitorët ja kompozonin të dashurave dhe frymëzimin e merrnin nga natyra. Me që të pëlqente dhe natyra, unë dua shumë natyrën. Natyra, dashuria, këto janë gjëra që njerëzit po misioni, domethënë, s'mund të jesh aktor dhe thuaj, unë jam aktor, por nuk mund, domethënë, nuk kam se ti pëlqejon publikut. Domethënë, nuk mund të thosh, unë jam aktor, po jam smut, jam i famshëm. Nuk funksionon kështu. Artisti duhet të jetë gjithmonë publik, duhet të jetë i famshëm, se çka kuptimi ka që është artist. Prandaj edhe nëpër salla, artistët rrin këtu, publiku rrin këtu. Jo se publiku është më i pak i rëndësishëm. Po dikush do ta emocionojë këtë publik. Këtë rast janë artistët, që janë piktorët, janë muzikantët, janë këngëtarët, janë aktorët, janë shkrimtarët. Domethënë smut je shkrimtar, po mos nuk më njeh njeriu. Po ç'është shkrimtari tjetër? Ti e bën që ti pëlqesh tjerëve. Sigurisht kategoritë e publikut pastaj është tjetër gjë, se ka që i pëlqen letërsia, ka që i pëlqen muzika, ka që i pëlqen futbolli. Nuk ka rëndësi, po ti s'mund, unë jam futbollist, po s'mjef njeriu. Po ç'a do të thënë kjo? Po ç'a do të thënë kjo? Aty është kënaqësia kur ti del në stadium që të dridhen ty këmbët, po të tjerët janë këmbë duke të bë. Po është normale, vje keq tash. S'u mërzita. Po pije atë tani, mbarove. Se te më duhet një çaj, për çfarë bëm një çaj para shfaqjes? Ju më thjesht, më pëlqen më kështu, më ngroh.
Jo. Ka lidhje me zërin me këto, a? Jo, thjesht të ngrohtë, të mban kështu të ngrohtë. Është si punë batanie nga brenda, jo nga jashtë. Si nga ato me korrent që ishte dhe ti e ri gjithkohë ngrohtë. Po. Egi, dua të më thuash, ti ke luajtur me shumë artistë tjerë, të cilët janë edhe kolegët e tu, padyshim. Çfarë kolegu ose artisti është për ty Ermal Mamaçi? Ermali është artist improvizimi i jashtëzakonshëm. Ermali është artist intuite i jashtëzakonshëm. Ermali është punëtor i shkëlqyer. Unë këto i flas nga eksperienca ime personale, jo si e njohin njerëzit nëpërmjet televizorit. Unë flas për ato që e kam jetu. Kështu që këto të treja besoj që i ka atribute shumë të mira. Ermali tani, siç ti e di, bën të pjesën e motivimit, meditimit. Po, është zgjedhja vetë që ka bërë. Ka hyrë një rrugë biznesi. Është profilizuar, po. Tjetër. Ti e njeh më mirë se kushdo. Është më mirë Ermal Mamaçi si aktor, më brillant si aktor, apo është më mirë Ermal Mamaçi si përmarrës, si... Po, ajo që bën Ermali si përmarrje është. Domethënë ai ka zgjedh të bëj biznes me atë lloj profili, motivimin. Sepse ti normalisht paguan për ta parë, apo biznes është kjo. Po pse Ermali ka bërë 5 filma shumë suksesshëm? Po Juli Deda si personazh. Juli është shkollë. Domethënë të lush me Julin është realisht shkollë, për mua ka qenë shkollë. Unë gjithmonë edhe kur më pyesin, them po unë kam luajtur me Juli Dedën. Është fantastik. Kush ka qenë keni bërë skena bashkë me Julin? Keni luajtur? Po. Përveç 2X-lës. Po California, në Duplex, po patjetër. Në për filma bashkë, keni qenë bashkë? Jo, në film jo. Ku mendon ti se keni qenë më të mirë? Loja në apartamenti 2X-lë, për shkak të improvizimit, është një gjë. Loja në California, që ishte me skenar, është tjetër gjë. Me që pyet edhe me Juli Dedën. Kur gjërat janë në kohën e dur, në momentin e dur, gjithmonë lën gjurmë. Apartamenti ishte në kohën e dur dhe në momentin e dur. Edhe ishte një risi në humorin shqiptar. Dhe fakti që është bërë humori mirë, ja, sot e kësaj dite ti vetë personalisht unë e shoh. Ky është misioni jon. Ky është misioni i artistit. Për shembull, se kur dëgjon një këngë të mirë, që është këngë e viteve 70. Po e njëjta është edhe sot. Prap njerëzit kanë qef, sepse është hit, edhe është hit për vërteti. Është hit pa maja. Te California pas ishte përshtatje tjetër, se televizoni ishte më i madh, më kupton? Ishte spektakli, ishte akoma më i madh, loja ishte duhet ishte akoma më i përqendruar sepse ishin me skenar, me gjitha, më kupton? Dhe dyshet që kanë pasur shumë me Julin, kanë pasur shumë mira. Më së fundmi ke California, së fundmi ajo 2 vjet që është mbyll, po ka qenë Ferdinandi me Valenko ose me Sami Troelën, që unë kisha burrë dhe rrifsha e bëhet vdekur. Siç më rrifte edhe Mudelinda me Canën me Sythën. Kështu që kam bërë materiale shumë të mira me Julin, edhe kam shiu për të vërtetës. Egi, me kalimin e viteve do fokusohemi tek aktrimi kryesisht ose tek shfaqjet teatrale apo humori në tërësi, te komedia është duke u përmirësuar, është bio apo me kalimin e kohës dhe rrugës nuk bëhet më humor? Se njerëzit thonë tani që kur shohin një shfaqje komedie, qoftë humor në televizion, nuk qeshen më sa kanë qeshur më përpara, nuk kënaqen. Po sepse njerëzit edhe velen, prandaj duhen ngaherë njeriu me severisi, jo thjesht me lut atë vetveten, më kupton vetveten, duhet me se qelbesh bërë si punë kënetës. Do të kesh sa çarje, që të qarkullojë ujë, të marrë ajër, të marrë ajër, të futet oksigjeni. Dhe puna e humorit, megjithatë prap kjo është çik relative, se ka njerëz për shembull që mund ta pëlqejnë humorin që bëhet sot, sepse janë për shembull brezi tjetër. Ose siç po themi për punën, me që muzika sot kryesisht ka shku në pjesa e komercit, apo këto hip-hopot e këto, po të shohësh brezin e ri, atë muzika që ti s'mund t'i argumentosh që shiko se kjo muzika bën apo nuk bën. Ai atë pëlqen ose ajo atë pëlqen. Edhe me neve janë rrit ato njerëz që kanë pëlqyer të lloj humori. Mbase mund të ketë pasë tjetër që s'e ka pëlqyer, patjetër që po. A mund të ndroj një kast tjetër humorësh në të ardhmen? Mund të kujtoj. S'ta them dot. Ka prodhuar më shumë Shqipëria aktor të mirë, komedian shumë vite më përpara, apo dhe tani kemi talente shumë të mira? Unë besoj që përpara viteve 90, me ato që ne jemi rritur,
të gjithë kanë shkëlqyer të puna që kanë bërë, duke pas parasysh kushtet që kanë qenë për atë kohë. Unë jam rrit me Koçët e Volen, me Agim Bajkon, e shumë të tjerë, me Vasilaj Vangjelian, këto domethënë humore që janë fantastike. Sigurisht edhe mas viteve 90, edhe aq më tepër kur doli dhe Portokallia që ishte risi për kohën, absolutisht aktor të shkëlqyer. I ket gjithë sot në treg. Pasi doli dhe Apartamenti, se kur plas për Apartamenti nuk flas për veten time. Por flas të çunat që Albano, Visiani që i ke sot, më kupton janë akoma në treg pune, Cubi apo të tjerë nuk kanë që janë shumë. Po, absolutisht, po janë gjithë në treg pune, tregon që kjo ne të gjithë dimë e bë këtë punë, se po të smajeni punë. Po, e vërtet. Të Lari, mirupafshim. Hajde tjetri. Po që deri tani besoj që ka prurje të mira, janë bërë materiale të mira, skeçe të mira, edhe filma të mirë janë bë. Po e marrim dhe kinematografi, që mos rrim vetëm ke kjo shfaqje të mira në teatr. Besoj që kudo. Po pra, po i përmbledh. Kjo është gjë e mirë. Pastaj njeriu që është selektiv, pastaj thotë, "Mu pëlqen kjo." S'pëlqej kjo, m'pëlqen kjo. E kanë të drejtën e vetë. E rëndësishme është që ka. Jo, e di pse ta bëra pyetjen, nga që kur jemi në tavolina me njerëz ose në familje, ku diu me personazhe të tjerë që mund t'i kemi të panjohur, gjithmonë e thon këtë, mos e tani nuk bën filma siç janë bërë më përpara, ose humor siç ishte më përpara nuk ka. Ai sa që është më përpara nuk që çan këto gjëra që bëj tani. Edhe në këtë kontekst ishte. E kuptoj son pak a shumë për Kasat i Brezi. Nëse ti shikoje një film më përpara, ishte vetëm një film. Më kupton, edhe do ta shikoj dhe ti rritesh, impostohesh, i mësoj gjithë batuta për mend që këto. Tani kanë ndryshuar gjërat, nuk është më tani ka shumë gjëra. Domethënë tani edhe shkosh ke 5 vende që bëhen sufllaqe, që është një ushqim shumë eksitonjes, do shkosh ka ai që ty të pëlqen. Po nëse të tjerët s'bëjnë, më kupton? Ose e kemi kur themi neve, do shkojmë këtu se këtu hahet peshk mirë. Ndërkohë shkon me këto të pësishte në gjokë, po ty në fakt ka pëlqyer aty ku i rekomandove. Ndërkohë bëhet e kundërta, të çojnë, thotë, "Do ikim tam një picë ke filani, po do shkojmë." Si mos më thënë drejtë s'pëlqej, po mu pëlqen. Se këtë janë si punë ngjyrave pra. Po nga që jam natyrë optimiste dhe më pëlqen që mund të shoh gjërat që ka prurje, ka talente, më kupton? Ka produksione. Po, dhe kjo është e mirë pak se e bëni ka treg pune. Po, bëni dhe motiv për të nxuar edhe brezin e ri. Të duken të rinj të kështu si shumë të stepur edhe jo aq guximtar sa ç'mund të kenë qenë. Interesant. Nga mbrapa e nxjerr kjo vjen, interesant. Dhe që nga Grenc. Grenc i bën mjalt, wow, vetëm tu ka nisa e gjën. Shiko. Interesant. Po para thash e nxjerr nga mbrapa. Edhe ka dhe me të nda film. Edhe që ka kështu si me portobagazh. Më pëlqen. E ka marrë me qëllim që të më shkoj edhe me logo, se logoja ashtu është. Se unë dëgjova pyetjen ndërkohë. Edhe po e përpunoja. Të rinj, domethënë pse duket sikur janë dembelosur shumë këta të rinj të sot. Sepse. Ose më lër ta mbaroj se dua të bëj pyetjen tjetër. Patjetër shpjeton ti mund të bësh çfarë duash. A do të jesh këpucët? Jo, mbaj, se pastroj tapetin. Jo, dua të dal në këtë gjë që përveç se duket sikur janë brez realisht përtojnë shumë, të bëjnë gjëra serioze, në sensin që i duket angari e madhe dhe pjesa e shkollimit, i duket angari e madhe dhe pas shkollimit të futen në punë, pastaj janë me këtë pse unë do punoj këtë, pse kjo puna nuk është për mua, domethënë nuk janë, duket sikur e kanë humbur atë motivimin për nuk e di çka ka ndodhur, pse ka ndryshuar këto breza kështu domethënë. E ke në përgjithësi për të rinjt apo po merresh në përgjithësi për të rinjt. Pastaj ti do mund të flasësh për të rinjt që i ke ndeshur në rrugtimin tënd dhe gjërat që ti bën. Kur kanë filluar pjesën time të televizionit apo të aktrimit, celulari sa kishte dalë. Dhe normalisht nuk është se shikoje modele kaq siç mund të shikosh sot apo siç mund të prekësh nga afër. Do gjërat i bëje vet. Do ndërtohesh vet në një farë mënyre. Unë për shembull më duhet të përballvendosesha me skenën. Gjë që është sipërmarrje shumë madhe, sepse është publiku që ka paguar me të paty, edhe duhet ta justifikosh. Dhe të rinë sot, nga që e shikojnë çdo gjë këtu, por gjatë duke kaluar kaq shumë kohë duke i parë këtu, harrojnë t'i bëjnë të jetë. Se të gjithë kohës me celular, po të kalon 4 orë, 5 orë, 6 orë, tu po prit, po unë s'bër asgjë sot.
Ose si. Ha se iku dita sot, po vjen dita nesër. Se lexoj ato si të bëhemi pasur, edhe lexoj 5 orë ato si të bëhemi të pasur. Po edhe thjesht bën, domethënë thjesht bën të pasur ata që i bëjnë. Domethënë vazhdojnë të bëjnë pasur. Kurse këto. Ndërsa këto që i shohin te telefoni. Kështu që nëse të duhet të bësh diçka për veten tënde, Arnold Schwarzenegger thot, wake up early and take it. Zjo herë dhe kape. Se s'ke qa bën kështu është kapitalizmi. Por që ndoshta unë mendoj që kanë ndikuar shumë gjëra edhe me kalimin e viteve. Po kjo është temë për shumë gjëra pastaj. Po jo përpiqesha. Dhe teknologjia që i ka çuar në tjetër dimension të rinj, por në tërësi janë bërë çik debele. Po prandaj po të them, pra sa i shikon. Shef si funksionon bota, o vlla, mund të funksionojnë shumë bota, problemi çfarë do bësh ti me jetën tënde. Më kupton? Sigurisht janë gjëra që kanë dhe kohën e vet, nëse s'mund të bëjmë sikur s'kemi qenë vetë adoleshent. Po për shkak adoleshencë kanë bërë kohë lufte. Imagjino sa shpresë kishte Shqipëria. Ndërkohë që optimizmi ishte kështu. Po kam qenë 97 kam qenë vit 2 lice. Më kupton? Edhe kam qenë kohën time më të bukur në adoleshent, ndërkohë që një semestër hapi shkolla, një mbylli për shkak të kusht rrethanat. Kështu që nuk mund të pretendosh bësh në gjë të madhe në ato kohra. Po ka ardhur, më kupton? Me hirin e Zotit, sot mas këtyre kaq viteve, po themi 18 vjet apo 20 gati. Them, okay, jam bërë 2-3 gjëra. Ta pjetë që këtë se... Patjetër. Në kapi kolla mua. Dhe i pagujem këto, e kam seriozisht. Mos po dorën dhe. Jep këtë që morë. Qa ke? Në kolli, e ke është ta kemi jënë parë, s'ke faj. Ndof. Po, kapi kështu si... Me kontën. Jo. Se di pse. Më bjerë nëse kemi shumë të thalë, së të dhe pse më ashtu. Ege dua të më thuash, cili ka qenë momenti që ka shënjuar karrierën tënde për mirë dhe një moment që ti realisht ka qenë më i keq i karrierës tënde, ose nuk e di, mund të quhet momenti i keq në karrierë, janë çik ose në jetë, ose duani çik interpretim këto. Duani çik interpretim. Ju po referohem Gentit. Po referohem Gentit që thash, ishte personi që më tha hajde në televizion. Aty fillon pika e kthesës. Po nga pikat e kthesës nuk mund të jenë kështu 180 gradë, më kupton? Pikat e kthesës është thjesht një postim kështu tak. Vite. Pikë kthesësh. Se jo gjithmonë është lucky strike, më kupton? Kështu që për mirë po themi. Edhe për ato të dobtat, edhe këtë mund ta interpretosh shumë. Mund të ketë qenë një kapas, se nuk mund ta përcaktoj vetëm një gjë pikën tënde të kthesës në jetë. Po, patjetër, po jo, se pika kthesës për mendimin tim ose lucky strike, nuk e di pse po dista them, është zgjedhje. Ajo e bën njeriu ndryshe në jetë. Ajo që ti zgjedh me bë. Domethënë unë tani do zgjedh bëhem kjo ose ky. Po ç'është duhet ta vendosum që ta bëj. Më kupton? Unë për shembull do zgjedh tani për shembull që do bëj një punë tjetër, po duhet ta zgjedh nga fillim. Pastaj të profilizohem e të filloj të investohem aty. Po nuk e zgjodha. Domethënë, po nuk bëra këtë zgjedhjen, nuk shkoj dot aty. Cili ka qenë roli që publiku nuk e ka pëlqyer fare tek ty? Jo, domethënë njerëzit që kanë thënë, publiku, po çfarë bë këtë rolin kodëm? Mos e bë më këtë rolin se nuk të shkon ku di unë. Konvertimi është ky. Në sken, njerëzit lavdit madhit Zot, ta them me shumë sinqeritet, njerëzit në apartamentin Dyksle dhe në Kalifornia nuk janë paguar kurrë. Përkundazi kanë paguar. Gjithmonë. Në apartamentin Dyksle nuk kishte bileta në 3 javë në avans. Domethënë shtëpisë time nuk vinin sepse ishin gjithë me biletat. Dhe po ta them me bindje të plot, publiku nëse ti e bën për qesh, zgërdhiet. Nëse nuk e bën për qesh, nuk e bën për qesh. Kështu që ka pas dhe personazhe, mund 1, 2, 3, se si më mend tani që s'kan qesh fare. Kanë qenë kështu. Kaq. E si ndjesh ti në sken kur ndodh kjo? Është një sensë të them, për shkak që podcast është kot fare. Po, edhe unë që do prehem komplet. E kupton? Po. Shkot fare. Ashtu. Për çfarë erdha këtu? Dum konkot. A thua? Po. Ja një soi është. Inshallah. Ja, po. Ku do ndjesh? Unë do të pra. Një sa më robusiesh. S'ka çfarë bën. Ky është buzëqeshje sikleti, kështu quhet. Është sikleti, thotë ky është buzëqeshje. Nuk thotë ky është buzëqeshje. Shikon, mos e prisni këtë. Jo, mos e pris. Jo. Po pranesh e bukur pra. Duhet të jesh ajo që je. Ajo që jam. Nuk të bën të bukur makiazhi. Shumë e vërtetë. Ajo është thjesht një pjesë plotësuese. Shumë e vërtetë. Edhe faleminderit që e thua, dhe më pëlqen shumë që
kam përballë një njerëz që thotë edhe fjalët e mira aty ku duhet edhe kritikat aty ku duhet. Se për të rritur edhe për të bërë të mirë kemi nevojë edhe për kritika, s'kemi nevojë gjithmonë të na duar trokat. Patjetër. Unë besoj që më ka thur për dashurisë. Sa beson ti te dashuria në tërësi, jo vetëm te dashuria burr-grua. Unë gjithmonë e kam besuar, e besoj dhe do ta besoj. Gjithmonë e kam thënë, e them dhe do ta them. Dashuria është person. Shërohet njeriu nga dashuria? Absolutisht po. Sa ka ndikuar dashuria në jetën tënde? Çka shëruar në jetën tënde dashuria? Thjesht ka ndryshuar gjithë jetën time. Dashuria fillimisht me veten dhe me Zotin dhe dashuria e Zotit tek ty. Son s'kam që të dashuroj veten time, s'kam që unë se ndryshoj të veten time. Do të njeriu. Ta pranosh. Kjo është tjetër gjë. Çfarë do thosh ta pranosh veten tënde? Po ti të duash me gabimet e tua ndoshta. Prap kjo është s'është ne kështu. Duhet ta lësh atë që të krijon të transformoj. Domethënë njerëzit kur shkojnë në dush, shkojnë për t'u lar, nuk shkojnë të lar. Zoti është që të lan. Ti s'mund të shkosh ke Zoti, shkojmë më pas, s'kam nevojë. Por e kundërta, okay thotë, më lë mua tani. Edhe unë këtë kam bërë. E ka bërë egin besimin në Zot njëri më të mirë? 100%. E do shqip 100%. Jo, nuk e dua shqip, por të lash që ta vazhdoj mendimin. Kaq. Jo, nuk e interpretohet. Po. Si funksionon? Unë nuk e di për pjesën e kishës, se thoni për kas besimit musliman dhe normalisht di shumë pak në këtë gjë. Çfarë ndjesie merr ti kur je në kish edhe kur del jashtë saj? Domethënë e merr ato mirësinë brenda murave të kishës? Patjetër. Shiko, në Bibël fjala kish përkthehet ajo që është brenda teje. Fjala sinagog përkthehet ajo që ne shohim, godina. Godina është sinagoga. Kisha është brenda. Dhe Zoti është brenda njeriut. Neve shkojmë aty për të takuar me njëri tjetrin, edhe për të mbledhur së bashku, për të adhuruar, për të lavdëruar dhe për të lartësuar atë. Ky është misioni jon, që ne të bëhemi bashk dhe të japim atij. Pas e marrëdhënia personale që kam unë, kisha ime me Zotin është personale, është dhe dhoma ime. Që jam vetëm unë dhe ai. Po miqtë tu i ke drejtuar ose i ke orientuar në raste kur ke parë që nuk kanë qenë mirë dhe kanë patur nevojë për Zotin në ato momente për të futur në atë rrugën e drejtë, si them, në rrugën e. E kuptoj. Rrugën e Zotit. Misioni im është për t'i dashur njerëzit, për t'i pranuar siç janë dhe për t'i shërbyer. Ka qenë Doktor Flori, që besoj që e njeh. Renis Gjoka që është pjesë e kishës tashmë, domethënë me Ermalin kur kemi qenë lice, domethënë misioni im si njeri është për t'i dash, për t'i kuptuar dhe për t'i shërbyer. Dhe ka bërë mirë besoj. Absolutisht që po. Besoj se secili nga ne duhet edhe të afrohet më shumë me Zotin. Patjetër që po. Nuk është gabim, nuk është turp, nuk është jashtë mode, më kupton, ti besosh Zotin. Përkundrazi. Është ndjehemi edhe më paqësor me veten tonë, edhe me ato që na rrethon. Patjetër. Sa më shumë të jemi me Zotin afër, aq më mirë dhe për gjendjen tonë shpirtërore. Nuk dua të futem shumë te jeta jote private, se unë kam dëgjuar në gjitha intervistat që ke thënë edhe diet tashmë që dashuria e jetës tënde është Ana. Po. Për çfarë të frymëzon Ana më shumë? Në jetë, në karrierë, ku diu, në çdo dimension. Janë ca përgjigje që nuk bëhen me një fjali. Më kupton? Nuk bëhen dot me një fjali. Janë shumë më shumë se kaq. Është për shkakun si të përshkruash kur si të thon, çfarë është mami për ty? Dhe ti nuk e do të mirë. Pas mund të thosh për thjesht po the mami, ke thënë shumë gjëra. Dhe më kupton edhe për anën. Domethënë patjetër që kam muz frymëzimi, më kupton? Patjetër, po nuk është se është për këtë apo për atë. Është në tërësinë e gjërave. Domethënë duhet ta kishim ndërtuar nga fillimi i gjithë emisionin, merresh vetëm më kaç. Se janë ca gjëra që duan shumë kohë për ta zhbjellu, si e thon zhbjellu. Për ta shkryer, zhdërvjerësuar. Po tash se ne s'dim ashtu, për trom kemi marrën në motra. Kështu që nuk besoj që do t'i shërbente bisedës thjesht ta thosha me një fjali. Kur ke qenë adoleshent, kur ka filluar puna jote e parë? Kush ka qenë puna jote e parë? Çka ke bërë ti para se pije një rol në skem për ty apo të shkoj në një shfaqje apo të vindetoshe si aktor? E kuptoj, kam punu kamarier, kam punu në internet kafe, sa është atëherë kishte internet kafe. Ose që lunin për shembull adoleshentët me këto Counter Strike, kanë qenë të lëra ashtu dhe. Kam punu shpërndaja birra
me i kompaninë për këto, domethënë në pika shumice që i merrim makinën dhe i çonim për ato klientët. Kam punuar në një magazin me konstruksion metalik që morëm një diplomat, ishte shumë eksperiencë interesante. 1 muaj ishte projekti, edhe na erdhen ato nga Gjermania, na dhanë dhe certifikata. Edhe na thanë nëse ju mund të shkoni në Gjermani nesër, mund të gjeni vend pune me këtë. Me këtë që ka qenë ke magazina, me këtë të magazinës, se këtë e mbaj mend. Kam bler një mikrofon shumë të mirë, që për kohën ishte edhe shumë i shtrenjtë. Që e kam edhe sot e kësaj dite. Si janë ato që kanë ato boxer? Impiante, po, të mëdhaja, se ne i thoshim impiante atëherë. Po, edhe vajta e mora. Si tash e më në mos gaboj, po bëj fjalë mbi 2000 ka qenë 308.000 lekë. Dhe këtë e më mend dhe thoya më zor po presa të marr rrogën që ta blej këtë. Muzika është shumë e rëndësishme ta dëgjosh me kualitet. Sepse janë ca linja që vetëm për shkak të cilësisë mund të deportojnë brenda teje. Edhe për shkak volumit lart, po ti të volumi lart me cilësi të mirë është magjike muzika. Më beso, ta them me shumë kështu, me shumë pasion dhe me vërtetësi. Se mund ta ngresh ti po ku janë bokse të lodhura më kupton. Është më mirë mos e gjofare. Padyshim që të aktrosh është një nga gjërat që ti e bën më shumë dëshirë. Çfarë pasionesh ka Egi? Patrinë kam shumë pasion. Tu kur do të humbësh mendjen nga gjithë lodhja dhe stresi. Bëj hiking, hiki me anën, bëjmë hiking nëpër male. Po hiki. Po, edhe filmoj, kam dhe kanalin tim YouTube-un, që bëj kështu gjërash. Ke vizituar shumë vende të Shqipërisë? Bajagi i mirë i thon Shkodër. Kush vend ka lënë më shumë impresion të mirë, shumë bresa, sa tash e po si qytete apo ato që i bën ecje? Ato që i ke bërë ti në ecje, se si qytete mund të shkoj me makinë ku diun deri. Prandaj ato që njerëzit nuk e eksplorojnë, nuk shkojnë të eksplorojnë. Për shembull, ne po tikim Shkodër deri te Kalaja Rozak. Dakor. Për shembull, un kam bërë një hiking me Ana dhe me Fation Plakun, shokun tim që është kështu. Po. Kemi bërë për shembull me datën 8 janar para 5 vitesh, 5 vite duhet të keqen, majnë Shkëlzenit, që është në Tropoj. Ka qenë bora deri këtu, e kemi 2407 metra. Dhe duhet kesh një parim, nëse unë nisa nuk duhet kthehesh. Për me harrit në ca pika që thu, ja vleti. Kam bërë për shembull majnë qafën e Pejës, maja e Arapit, që lidhet me thethi me këto plavën në Gucinë këto. Edhe ka qenë eksperiencë shumë e bukur. Që kemi hedhë zgoxha, kam bërë pasaj gjithë surën e epërm, nga 11 orë ecje në ditë. Janë eksperienca shumë bura, mu pëlqen natyra. Edhe filmoj nga çikshë. Ja tani po bëjmë gati nxjerr një video tjetër në YouTube. Nuk e shkuar ti? Kam qenë në manastir të Spiles, në Stegopul. Në Labov të Kryqit, në krahun e Majt. Tani u kujtova sepse një mikesha ime e bën shumë atë zonën atë. Po, është një manastir që futesh brenda në shkëmb. Po, shumë e bukur. Ai mbaj mend nga ajo që ajo e poston gjithkohon edhe e viziton shumë atë vendin aty. Është vendi shenjtë? Po jo, ka një kishë vogël aty pa. Jo, nuk quhen kështu këto. Thjesht është kishë ose manastir, s'është është funksional. Po shumë interesant se futesh në shkëmb brenda. Hypën me shkallë ekuri në shkëmb, edhe futesh kështu si të futesh këtu për shembull. Edhe është brenda e gjitha kështu si shtëpi. Edhe ka kështu ikona aty gjëra këto. Vendet që ti ke eksploruar edhe i ke farë deri tani në Shqipëri, kush ka pëlqyer që ke thënë wow. Është e bukur Shqipëria, ku do të shkosh. Por shumë po të shkosh nëpër male, pak a shumë këto janë malet. S'kam ne kështu të preferuar, unë e shijoj. Edhe detin e dua. M'pëlqen edhe deti, m'pëlqen. Natyra m'pëlqen. Domethënë gjej shumë paqe po. I bën pushime më shumë Shqipëri apo jashtë? Unë jetoj me rulot në Dhërmi. Kam rulotin tim, po aty jetoj gjatë verës. Kam një rulot, edhe jetoj me anën aty. Po, ikë dhe jashtë shtetit, në Greqinë, kështu shkoj, kur do të bëj një gjë ndryshe, ose për të ndenjur për shembull një 4-5 ditë kështu, qet pa gatu vet kur i thon. Po të njëjtat pasione ndaj me anën. Se po mos sa kisha anës, kisha për t'i bërë, se me punë ka pa rutina jetës. Po kur i kemi të dy shihet njësoj, them, zemra, ikim. Vamos. Po. Kështu që nuk e kthim kokën mrapa. Po, për të ndjek ato pasionet e tuaja keni të njëjta, kështu që kjo është dashuria tha në fund të ditës. Po, edhe në fillim të ditës. Edhe në fillim të ditës? Po. Shteron dashuria? Jo. Ti ke 9 vite. Jo. Jo. Si kultivohet? Pse thon njerëzit, pse thon çifte zakonisht unë dam nëse na mbaroj dashuria. Si mbaron dashuria? Ja për ti e the vetë përgjigjen. Po si mbaron dashuria? Po pra, si mbaron? Po çfarë them tash? Edhe kështu si po ne mendoj. Si mbaron dashuria? Se zakonisht ato shablon këtë pjesën që
unë dava, ose unë nuk e dua më atë. Po çdo lloj gjë, po nuk e ujite, nuk rritet. Qa mund të thotë Egi këtyre çifteve të reja që e dëgjojnë për shumë nëpërmjet Bajitit podcast, edhe në këtë momente që na dëgjojnë janë kështu, njëri rrin te i divan, tjetri te divani tjetër edhe nuk flasin. Unë besoj që gjë ose këshilla më e mirë ta pranon njëri tjetrin siç është. Domethënë, nuk kemi ne që ndryshojmë njerëzit. Të ndryshon rrethana, të ndryshon marrëdhënia, përshtatja, Zoti patjetër, me që ishim ke pjesa e se jo të gjithë njerëzit që nuk besojnë automatikisht janë të problematik, më kupton? Se ka dhe njerëz që nuk besojnë, por janë shumë të me vlera, me virtyte, më kupton, me atribute shumë të mira. Kështu që mbese duke pranuar tjetrin, partnerin ose partnerin siç është, mendoj që bashkëjetesa bëhet e jashtëzakonshme. Do të bëj një pyetje të fundit që mos më mbaj shumë gjatë se ti tani edhe për shfaqjen e teatrit Skampa, edhe të uroj shumë sukses. Faleminderit shumë. Edhe shpresoj që publiku të jetë kaq i plotër për plot siç ka qenë në ditët e mëparshme. Unë e di që ndoshta mund mos më thuash emra, po ka një aktor ose aktore që ti do thoje jo në këtë nuk thuaj asnjë. Nuk më pëlqen. Ky është një budallik me ok. Jo pyetja jote, se ne kemi dy këto. Misioni i aktorit është të luaj me këdo. Është tjetër gjë pasaj, kur gjatë provave ose gjatë proceseve të punës, ti nuk shkon se s'shkon, më s'është këshë kimia. Edhe ti e ndërpret që aty, po jo që unë nuk e perceptoj të ta them, sidomos aktorët e humorit, që ato dhurojnë buzëqeshjen publik, nuk kam se ta kem fare të dhe mentaliteti. Sigurisht, ti kur luan, mund të jetë më pak të dobët se ty, mund të jenë më të mirë se ty, mund të jenë shumë më të mirë se ty, po aty tregohet edhe shkolla dhe mjeshtria dhe gjithë ato gjëra, se duhet me bëjë një lloj balance, që më përshtat me të gjithë, sepse nëse regjizori zgjedh një kast aktorësh, e ka zgjedh regjizor, nuk e ke zgjedh ti. Ti thjesht je detyruar me lut. Dhe misioni jot si aktor apo si aktore është ta lush pjesën tënde. Po çfarë do kur nuk ke kimis kemike ti? Ndërpritet 100 prova, faleminderit dhe kaq, po jo ta komentosh këtë çështjen. Se ka për shumë aktorë që thonë, unë të puth në skenë, jo, unë s'puth në skenë. Ka aktorë që unë të bëj këtë skenën, jo, nuk e bëj këtë skenën. Ka aktorë që thonë, do të bëjsh këtë, jo, s'kryum të tilla filma. Atëherë, po ç'a aktorë është jeni? Atëherë, po ç'a, unë jam me aktorin që i bën çfarë do lloj gjëje. Çfarë do lloj gjëje. Nëse di më e bë. Si thaj, vetëm Zoti dhe aktori i kanë fuqinë e transformimit. Po vjen mirë që e the sepse është shumë e rëndësishme kjo, edhe të qenurit komfort me punën që bën, por edhe për të kuptuar në fund të ditës se shikoj, un kam zgjedhur të bëj këtë gjë, edhe kjo gjëja ka këto rregulla, apo jo? Po, sidomos tash kur janë grupe që kanë një regjizor. Se është ndryshe kur them tani, un kam për 5 lekë, do bëj një shfaqje. Edhe do marr këtë, thot ai me kë do lujm. Kam marr këtë, nuk vi se s'pëlqen. Kjo është tjetër gjë, po nëse ty të merr një regjizor, aq më tepër për shembull, po them kiçon këtë rast, me që është projekt i radhë, i freskët që ne po e bëjmë. S'mund të bësh ti këtë domethënë. Nuk luajnë me këtë. Okej, thot mirupafshim. Egi ka arritur në pikën që e refuzon edhe shfaqje që mund t'i ofrojnë për të duajtur. Domethënë, deri tash ndoshta kur jeni në fillimet e tua, mbasi jam në gabim, për shkak se do të marrësh eksperiencë më shumë, ti pranon të bësh të gjitha rolet që të jepen, e pranon të gjitha ofertat që të vijnë, je bërë më selektiv. Shikoj, kam pas ofertë tjetër gjatë kësaj kohe për komedi dhe kam anulluar, jo për çështje krenarie, po s'm përputhen oraret. Këtë po mund ta anullojnë. Po nëse unë mbaroj këtë projektin dhe më vjen projekti tjetër, se përgjithsisht funksionon kështu. Ai që vë veprën, për shembull siç më mori Mukisha, më tha, unë duhet të jap të besoj ty këtë personazhin. Shikoj një herë, pëlqen apo jo? E pash pëlqeu. Ke qef ta bëjmë po. Më kupton? Këtë ta jep të drejtën, se ti do të shef se të bësh shumë pse gjej veten. Edhe është normale kjo. Është normale, po kjo nuk do të thotë se të zhboj atë që tham pak më lart. Më kupton Egin, kurse kur ka pasën përplasje oraresh, s'kemë do të anullosh gjë se s'ke ç'a bën. Po se kemë edhe pamundës se njerie. Ore ka dhe që i bëjnë. Po se kam dediku jetën që zgjohem në 2 mjesit me aktrimin, më kupton edhe mos ndodhi kur. Unë kam shumë pasion, e bëj e shijoj, më kupton? Po pjesë e jetës është, mëse unë do bëj dhe një gjë tjetër. Më kupton, është jeti nga këto personazhet publik, VIP si i quajnë ne kështu në gjuhën moderne,
se jam e bindur që ftohesh në shumë vende, jo edhe për intervista, po edhe në evente të ndryshme që realizohen kryesisht në kryeqytet. Je nga ato personazhe që refuzon pesa sepse nuk do që ti si Egi t'jesh në çdo event të mundshëm që bëhet në kryeqytet? Apo ti shkon nga kjo lloj mendësie nuk ka ndodhur kurrë. Por nga mundësia tjetër ose më sa nga rrethanat, sigurisht që s'kam shku. Se s'kam qenë për shembull në Tiranë. Ka ardhur ftesë nga X kolege, do bëj këtë, do promovoj këtë. Po faleminderit zemra, po nuk jam në Tiranë. Për shembull kam qenë me shfaqjet në turne. Po nëse për shembull do bësh ti një libër, patjetër çdo ditë më do të respektoj. Apo më fton. Po Egi unë nuk kënaqa shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ardhjen tënde në studion time, edhe ishte kënaqësi, se më the unë i kam ralluar Të fare se jam para shfaqjes atë shumë. Aha, po shumë. Duhet se varet, nuk e di si e ke me shumë zë të lartë. Mbaroj kaq ishte. Edhe po thoya që ta mbyllim. U kënaqa vërtet shumë, ishte një nga intervistat më të veçanta që kam bërë, sepse më është dashur të mos jem shumë e impostuar, sepse ka personazhe që unë duhet kemi impostuar të përshtatem, ose personazhe që më thonë, që do t'rregoj një sekret, zakonisht në episodet e podcastit që unë bëj, mbaj ndonjëherë telefonin kështu sepse shoh pyetje, edhe stafi im e di shumë mirë. Po është normale më? Jo, dhe kjo ndodh për shkak të personazheve. Unë në episodin që realizuam bashkë kam qenë pa telefonin në dorë sepse thash unë Egit nuk do t'i shkruaj asnjë pyetje, por do t'i bëj pyetje që mua më vinë në mendjen time aty për aty, edhe dua që biseda të rrjedhi ashtu siç unë jam edhe ashtu siç Egi është dhe njeh publiku. Personazhet që mund t'i ftojmë, jo të gjithë kanë këtë lirshmërinë edhe t'japi këtë ndjesinë e mirë dhe energjinë që ti do. Po kjo ri këtu lart apo jo, po prita provoj mirë. Ti ta mbyllim. Po ki besim. Jo, s'është plot ajo. Po ki besim. Ja, arritëm. Dhe me këtë kull të ndërtuar tani në mbyllje të podcastit, nga arkitekti më i ri. Në treg. Se jo, ke bërë bukur, është vepër arti. Kjo për shembull si është ajo banania që ushit, ai që e plasi bananën në mur me ngjitse. Ka dhe kështu njerëzish. Po, edhe ti për shembull këtë mund ta nxjerrim edhe ta shesim. Po nxjerrë si instalacion edhe. Merri ti lekët. E po inshallah zot hecon se jo për një gjë, po edhe na duhet domethënë. Jo keq. Faleminderit ty për ftesën. Faleminderit, u kënaqa shumë. Faleminderit të gjithëve që na keni ndjekur, edhe shihemi në puntatën e ardhshme. Të lutem, dua ta mbyllim me atë Gjaxhi Paçim. Gjaxhi Paçim.